Si kanë ndikuar për keq Orzeli? Shembujt janë të shumt. Një grua tregon, thot, pra ishte e martuar, kishte 2 vite që ishte ndarë me bashkëshortin, kishte 3 fëmijë. Tregon për bashkëshortin e saj, thot, arriti në një kohë sa që humbi në rrjetet sociale. Pra e tërë kohë e tij në rrjetet sociale. Ndërkohë thot, kjo ishte angazhuar me fëmijët, me edukimin e tyre, kujdesej për shtëpinë. Ai sikur nuk ishte fare. Këto rrjete sociale ndikuan tek ai dhe i hapën ato rrugët, portat e të keqes, saqë thot krijoi lidhje të ndaluara. Derisa thot arriti aty ku nuk bante më, si thon, edhe ndahet me të. Një i ri tregon, thot rrjetet sociale u bën shkak për shkatrimin e shtëpisë time. Ish bashkëshortja e tij kishte krijuar varësi ndaj rrjeteve sociale. Saqë pra e humbur në ato rrjete. Dhe nuk doshte me ditë se ka bashkëshort, se ka shtëpi, se ka fëmijë, se duhet eduku fëmija, duhet tregu kujdes për shtëpinë. Thot e këshilloja, por këshilloje kot. Derisa thot arriti çështja sa që nuk bante më. Edhe u ndam, thot. Subhanallah. Pra rrjetet sociale shkak për shkatrimin e shtëpisë.